Afër 20 ton mish kurbani janë dhuruar sot në kuadër të organizimit të Bashkisë Islame të Kosovës për therrjen e përbashkët të kurbanëve. Mishi i kurbanit u dhurua në Skenderaj, Han të Elezit, Kameniz dhe Prishtinë, ndërsa vetëm në kryeqytet u dhuruan 6 ton mish kurbani për familjet në nevojë dhe kategori të ndryshme sociale. Jena në Prishtinë, po shpërndajmë sot 6 tona mish kurbani që kena marrë amanet prej besimtarëve, pra Bashkia Islame e Kosovës, nëpërmjet shoqatës Bereqeti, dhe kjo po bëhet për 300 raste sociale këtu në kryeqytet, përpilimi i listës nevojtarëve ose të rasteve sociale është bën bashkëpunim me Drejtorinë e Mirëqenies Sociale të Komunës së Prishtinës, kurse për fshatrat, sidomos ato rurale që janë të Komunës së Prishtinës, fshatrat më të thella të Prishtinës, do të bëhet shpërndarja sot nëpërmjet imamëve të cilët shërbejnë në ato vendbanime. Xheladin Fazliu, përfaqësuesi i Bereqetit, theksoi se shpërndarja po bëhet në qytete e fshatra anëmbën Kosovës, duke u siguruar që ndihma të arrijë tek familjet që kanë më së shumti nevojë. Fokus ose interesimi joni është që mishi i kurbanit të mri në çdo fshat të Kosovës, në këtë rast në krejt komunën e Prishtinës, bashkëpunim me imamët që shërbejnë nëpër fshatra, nëpër vendet rurale, po edhe me kryetarët e fshatrave të bashkisë lokale, po bëhet shpërndarja deri në vendet më të thella të fshatrave të komunës së Prishtinës. Drejtoresha për mirëqenien sociale në komunën e Prishtinës, Adelin Sahiti, falenderoi të gjithë kontribuesit dhe vlerësoi rëndësinë e këtij aksioni humanitar për familjet në nevojë, sidomos në këtë periudhë të vështirë ekonomike. Duke po situatën e vështirë ekonomike që po kalojmë, na si komunë e Prishtinës e falenderojmë jashtëzakonisht shumë shoqatën Bereqeti, e cila është gjithmonë krah neve për që të dalë me ndihmë në këtë ditë të vështira ekonomike popullit të Kosovës. Mirënjohës për këtë ndihmë u shpreh edhe përfituesit e mishit të kurbanit. Përfaqësues të shoqatës ndërkomunale të verbërve në Prishtinë thanë se kjo mbështetje është shumë e rëndësishme për anëtarët e shoqatës, shumë prej të cilëve përballen me vështirësi ekonomike. Të janë mëse të nevojshme edhe shumë janë të nevojshme për anëtarët të verbër. Kuptohet që shumica mbi 80% janë pakufortuar personale, kurse 20% vetëm e kanë fitu kompenzimin e verbrisë, po që ka shembull një familje kur është veti 7 anëtar me 300 njerëz t'ja del, pas një të ardhmë personale tjera. Po unë falenderoj shoqatën humanitare BMS Bereqeti që çdo herë i kanë dalë ndihmë kësaj kategorie. Organizimi i therrjes së përbashkët të kurbanit nga Bashkia Islame e Kosovës vazhdon të mbetet një nga aksionet më të mëdha humanitare në vend, duke u siguruar që mijëra familje të përfitojnë nga mishi i kurbanit.